Kosova po vazhdon të jetë në një blokadë totale tash sa muaj. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për të 19 herë me radhë që të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare, të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Të mërkurën ata refuzuan për të 11 herë rresht që të formonin një komision për mikqyrjen e një votimi të fshehtë për krijuar e ri të organit ligjvënës, sipas një propozimi të bërë më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi kandidati e lëvizjes vendosje për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të mirë 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Ky dështim erdhi vetëm një ditë pasi kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri të ditur se kandidatura e Haxhiut për kryetare të Kuvendit nuk do të ndërhiqet. Në këtë lëmsh politik të krijuar, nuk po shihet ndonjë sinjal pozitiv se mund të kenë ndryshime të gjendjes, as pas takimeve të presidentes Osmani me liderët e të gjithë partive. E në lidhje me këtë temë ka folur dhe analisti politik Gani Qari. Si fillim ai komentoi ngërçin në Kuvend, takimin e presidentes me liderët politik dhe këmbguljen e opozitës për ndryshim të kandidaturës për kryeparlamentare. Sipas tij, partitë opozitare janë fajtori kryesor për këtë, kur përmendi dhe faktin se as nuk kanë marrë pjesë në votim në Kuvend, gjë që nuk ka ndodhur më parë. Derisa edhe takimi me presidenten nuk ofroi marrëveshje as mundësi për zgjedhjen e kryetaris ose kryetares së Kuvendit, procesi po vijon në vend numër O, aty ku kishte ngelur dhe më parë, në pikën e tretë. E megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, një herësh dhe kryetari i LVV-s, në një intervistë të dhënë për një televizion publik, deklaroi se Albulena Haxhiu është një nga deputetet femre më të votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe e drejta e propozimit i takon partisë së tij. Ndaj kandidatura e propozuar për kryetare të Kuvendit të Kosovës është vendimi i partisë dhe nuk do të tërhiqet. Në anën tjetër, në seancën e SHN-s, partitë opozitare refuzuan për të 10 herë me radhë që të paktën ta formonin një komision për mikqyrjen e votës së fshehtë, në mënyrë që të shohin dhe qytetarët se janë apo jo të paktën të zgjedhurit e tyre për konstituimin e Kuvendit, derisa partitë opozitare jo vetëm që kundërshtojnë kandidatën e LVV-s, por në këtë mënyrë ato kanë bllokuar tërësisht dhe zgjedhjen e ngërçit, duke mos marrë pjesë fare as në votim, akt që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e post-çlirimit të Kosovës, ka deklaruar ai. Po ashtu Qari kritikoi kërkesat e partive politike dhe mosgatishmërinë për të zgjidhur ngërçin, madje ai vlerëson se ka humbur plotësisht kuptimi edhe seancave konstituitive që po mbahen tash sa muaj. Analisti potencoi se me këtë qasje më së shumti po dëmtohet Kosova, ku dhe po rrezikojshin miliona euro ndihmë dhe grante nga ndërkombëtarët. Kurse analisti politik Faton Mehmeti potencoi se nga kjo bllokadë do të dëmtohen të gjitha partitë politike, por sipas tij më shumë do e pësojë LDK-ja, e cila refuzoi koalicionin qeverisës me LVV-n. Madje ai tha se partia fituese mund të ketë penalizim, pasi po dështon në krijimin e numrave për formim të qeverisë. Gjithashtu analisti vlerësoi se në rast të zgjedhjeve, përqindja e votuesve do të jetë e ulët, pasi do të bojkotojnë zgjedhjet dhe do të ndëshkojnë partitë që po dëmtojnë shtetin për shkak të egove të tyre. Sa më shumë zgjat ky ngërç, aq më i madh është frustrimi. Nëse shkohet në zgjedhje, pjesëmarrja do të arrijë as 30%. Qytetarët do të bojkotojnë zgjedhjet, duke ditur se s'po formohen institucionet e vendit. Elektorali do i nënshkojë me bojkot partitë politike, të cilat për egot e veta po e dëmtojnë shtetin, e ka përmbytur Faton Mehmeti.